Brenda shtëpisë Big Brother VIP Albania 5, një moment i papritur ka tërhequr vëmendjen e publikut dhe ka ndezur menjëherë diskutime në rrjetet sociale. Kristi Lamaj ka shprehur hapur dhe pa hezitim një pëlqim për Birkena Selmanin, duke treguar se ndjenjat e tij janë të sinqerta dhe shumë të menduara. Në një bisedë të qetë, larg zhurmës dhe strategjive të lojës, Kristi ka lënë të kuptohet se Birkena i ka tërhequr vëmendjen jo vetëm për bukurinë, por edhe për mënyrën se si sillet dhe komunikon me të tjerët në shtëpi, dhe gjithashtu ka thënë se i pëlqen mënyra se si ajo është pa komplekse. Ky rrëfim i hapur ka habitur disa nga banorët, por njëkohësisht ka sjellë edhe reagime pozitive. Nga ana tjetër, Birkena e ka pritur këtë shprehje pëlqimi me qetësi dhe maturi. Ajo e ka falenderuar Kristin për fjalët dhe vlerësimin, duke treguar respekt për ndenjat e tij, por pa dhënë asnjë premtim apo reagim të nxituar. Birkena ka theksuar se për momentin dëshiron të qëndrojë fokusuar në eksperiencën e saj brenda shtëpisë dhe në lojë, duke lënë gjithçka të hapur për të ardhmen. Qëndrimi i saj i matur është parë nga publiku si një shenjë pjekurie dhe zgjuarësie. Tashmë, mbetet të presim për të parë se si do zhvillohet kjo situatë në ditët në vijim. A do të shndërrohet ky pëlqim në diçka më shumë, apo do të mbetet thjesht një moment i bukur mes dy banorëve? Big Brother VIP ka treguar shpesh se surprizat vijnë atëherë kur nuk i pret. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se ky pëlqim që ka shprehur Kristi Lamaj për Birkena Selmanin është i vërtetë dhe i ndjerë, apo këtë gjë ai po e përdor si strategji për t'ju afruar lojës, pasi kemi parë se shqiptarët në Big Brother pëlqejnë shumë lidhjet brenda kësaj shtëpie? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.